Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosjen e minimumit jetik. Të dhënat e fundit mbi kërcënimin e urisë janë kambanat më alarmuese, të cilat kërkojnë parazitash vendosjen e minimumit jetik dhe heqjen e TVSH-s për të gjitha ushqimet bazë. Kërkojnë subvencionimin e qerave stratosferike në narko-euro dhe narko-dollarët. Kërkojnë dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës. I cili ka humbur çdo legjitimitet. Nuk është legjitim për shkak të farsës elektorale. Nuk është legjitim për shkak të mbrojtjes së korrupsionit dhe vjedhjeve që ka bërë. Nuk është legjitim për shkak të instalimit të narkoshtetit në Shqipëri dhe diktaturës autoritare. Nuk mund të ketë një fjalim të tij. Nuk mund të ketë një fjalim. Mërni. Në qoftë se ose nuk fillon me hale, ose nuk mbyllet me hale. E ka të pamundur. Ky ka ngel në fazën e kompleksit anal. Si mund ta shpjegoj ndryshe? Sulmon me fjalë të tilla protestën, zërin e fuqishëm qytetar të cilin po e ndigjon gjithë bota.